Edhe pse u trumbetua me të madhe për vendosjen e koshave nëntoksor në zonën e Lungomares dhe konkretisht për 98 kosha nëntoksor, duket se projekti është lënë në mes. Janë vendosur vetëm 2 kosha dhe nuk dihet se çfarë do të bëhet me pjesën tjetër të kontenierëve, të cilat do të shërbenin për hedhjen e mbeturinave, sidomos për bizneset të cilat operojnë në zonën e Lungomares. Projekti për vendosjen e koshave nëntoksor në zonën e Lungomares duket se ka mbetur pezull, edhe pse u lajmërua e buj se do të instaloheshin rreth 98 kosha të tillë në këtë zonë. Puna është ndalur dhe gjithçka ka kaluar në heshtje. Rreth 2 javë më parë nisi vendosja e koshave të parë në Lungomare, një nismë që synonte përmirësimin e menaxhimit të mbetjeve dhe ruajtjen e pastërtisë në një nga zonat më të frekuentuara të qytetit të Vlorës. Megjithatë, pas instalimit të vetëm 2 koshave të parë, punimet janë ndërprerë dhe aktualisht nuk ka asnjë informacion zyrtar mbi arsyet e pezullimit apo afatet e rifillimit të projektit. Banorët dhe bizneset pranë zonës së Lungomares shprehen të shqetësuar për vonesa, duke kërkuar që projekti të vijojë, pasi konsiderohet një investim i rëndësishëm për estetikën dhe higjienën e Lungomares, mbi të gjitha për ruajtjen e pastërtisë, aty ku dhe vetë bizneset do të depozitonin mbetjet e tyre. Ende nuk dihet nëse vonesa lidhet me probleme teknike, burokratike apo mungesë fondesh, ndërsa institucionet përgjegjëse nuk kanë dhënë ende një qendrim zyrtar mbi vijimin e vendosjes së koshave nëntoksor në zonën e Lungomares.